Liceseisti, esej dhe frymëzim, u quajt konkursi i zhvilluar mes nxënësve gjimnazistë të gjithë qarkut të Korçës. Ky konkurs i mbështetur nga Këshilli i Qarkut u zhvillua në nder të ditës së alfabetit, 22 nëntorit, dhe ditës së shpalljes së krahinës autonome të Korçës më 10 dhjetor. Tema e konkursit ka qenë një dritë lirie në errësirën e luftës, Republika e Korçës. Janë të jetë emocionuese dhe janë edhe një hapësirë për të krijuar, shoqëri të reja. Kështu që për mendimin tim janë diçka që do na vlej. Vlen shumë pasi përballemi me auditorin dhe duke qenë se kur të shkojmë në një shkallë më lartë në universitet do ta kemi më të thjeshtë të flasim përpara auditorit akoma dhe më të madh. Shkas nga dy aktivitete, nga dy ngjarje të themi, shumë të rëndësishme për historinë e kombit shqiptar. E para është mbledhja e Kongresit të Manastirit, pra alfabeti i gjuhës tonë, dhe e dyta lidhet me datën 10 dhjetor që është shpallja e krahinës autonome të Korçës dhe këtë herë kemi 109 dhjetorin, këtë 10 dhjetor kemi 109 dhjetorin e krahinës autonome të Korçës. Pikërisht eseja që kanë shkruar këta gjimnazistë dhe që quhet liceseisti, pra e merr rënjën nga fjala lice dhe i bashkangjitet eseist, ka të bëjë pikërisht me ngjarjen e Republikës Autonome të Korçës. Pra është një dritë në errësirën e luftës, Republika Autonome e Korçës. Kanë qenë pjesëmarrës mbi 100 nxënës nga 20 shkolla të qarkut, nga ku 19 prej tyre ishin finalistë dhe vetëm 3 fituan çmimet kryesore.